Alarmi për murtajo në ruminantëve të vegjël mbetet aktiv në veri të Shqipërisë, ku dy ferma në qarkun e Shkodrës janë konfirmuar të prekura nga infeksioni. Shërbimi veterinar rajonal bën me dije se bëhet fjalë për rreth 190 krerë bakti të imta, të cilat do të asgjësohen sipas procedurave të përcaktuara veterinare për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes. Do të sjell me mend faktin që tregu i kafshëve të imta momentalisht është i bllokuar sipas urdhrit ministrit, pra nuk do të lejohet tregtimi i kafshëve të imta, nuk lejohet lëvizja e kafshëve të imta nga ferma në fermë, nga ferma në kullot, pra domethënë fermerët këshillohen që kafshët e imta të kullosin në zona që nuk shkelen nga bakti të tjera. Lejohet vetëm lëvizja e kafshëve të imta të kontrolluar nga shoqërorët veterinar vetëm nga fermat tërtore. Natyrisht pajisur me certifikat veterinare përkatëse që dëshmon gjendjen shtetësore të tyre. Përgjegjësi i këtij shërbimi, Mark Preçi deklaron se deri në këto momente nuk është arritur të identifikohet origjina e infeksionit, pasi mungojnë informacionet mbi lëvizjet e kafshëve në fermat e prekura. Ajo që është e rëndësishme për fermerët është fakti që ata duhet me domos të mos pranojnë të mos fusin kafsh me origjinë të panjohur, pra të mos fusin kafsh të imta dera bolli që nuk janë të pajisur me certifikat veterinare, që janë të pamatrikulluar. Po masi nuk dihet origjina e tyre dhe ekzistojnë gjithmonë rreziku që të preket ferma dhe natyrisht të eliminohet plotësisht. Autoritetet kanë garantuar se fermat që kanë kryer matrikullimin e baktive do të përfitojnë kompensim financiar, sipas skemave të parashikuara nga ligji. Nëse fermerët nuk do të jenë korrekt përse përket matrikullimit dhe zbatimit masave të parashikuar nga urdhri 530 i ministrit, atëherë ekziston rreziku që mos të shpërblehen. Prandaj unë i ftoj fermerët, siç në vitin e kaluar, që të bashkëpunojnë me veterinarët, meqenëse se ne mbulojmë totalisht qarkun me veterinarë dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e këtyre masave të parashikuara. Nëse ne zbatojmë gjitha masat e parashikuara, nuk ka ndonjë rrezik që përspëtet përhapet. Ndërkohë në zonën e malit të Gjymit, ku ushtrohet aktiviteti 4 fermave të baktive të imta, vijojnë masat e forta të kontrollit. Tregjet e kafshëve mbeten të mbyllura, ndërsa lëvizja e baktive është ndaluar plotësisht në zonën e karantinës, me urdhër të Ministrisë së Bujqësisë.